Të rinjt me aftësi ndryshe të moderuar të qendrës ditore Buzëqeshja e Motorlezës kanë zhvilluar një vizitë në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve. Qëllimi i kësaj vizite ishte njohja më e afërt e të rinjve me trashëgimin kulturore dhe historike të Shkodrës. Ne jena nga një qendër ditore që është në qytetin e Shkodrës dhe i organizojmë të aktivitete me qëllim për mu njoh me historinë e qytetit. Dhe sot me rastin e ditës ndërkombëtare të muzeut, me një grup të ri qendrës kemi ardhur me bëj vizitë. Kjo është hera e dytë që ne vim, kemi përzgjedhur një grup tjetër sepse herën tjetër kemi ardhur me disa të ri tjerë. Edhe të rit e qendrës tonë me njoh historinë e qytetit, por edhe me frekuentu qendrat kulturore të qytetit tonë. Sot kemi ardhur me të rit e qendrës ditore bashkë me edukatoren. Është një mundësi e mirë që me i prezantu këtë aktivitet kulturor që ofron qendra këtu Marubi. Ne kemi organizuar në fakt si aktivitet të kenë sa është dita ndërkombëtare e muzeut, kështu që për këtë arsye kemi ardhur. Është një mundësi e mirë që ne kena për të pa punimet, për të pa fotografitë dhe për t'ju dhënë mundësinë edhe të rinjve të reve të qendrës ditore për me pas njohuri rreth këtij aktiviteti kulturor që organizon Shkodra. Dita ndërkombëtare e muzeve shënohet çdo vit në mbar botën për të promovuar rolin e muzeve në edukim, kulturë dhe ruajtjen e identitetit historik.